nuk kam pritur që do të ketë zgjedhje të reja për rastin e zgjedhjes së presidentit apo të presidentes. Dhe prandaj jam shumë i çuditur me krijimin e kësaj situate, sepse aq më tepër që zoti Albin Kurti i kishte 51%. Thotë që i kishte të gjitha avantazhet për ta zgjedhur Kosova, në rast jo Albini, po Kosova, shteti i Kosovës, presidentin ose presidentin e vet. Kjo situatë në fakt është absurde. Qytetarët shpesh i atribuojnë qëllime të caktuara qoftë partive të ndryshme politike, po më shumë kryeministrit të vendit. Në fakt, për mua është pa aq banale sa absurde dhe tregon për një mos aftësi të kryeministrit për të lundruar në ujëra të qeta dhe për të stabilizuar vendin, por një kryeministër i cili është i mësuar të jetojë vetëm nga kriza në krizë. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe për Kosovën, sepse dëmi është kolosal dhe mund të jetë akoma më kolosal, se veç se është sot shumë biznese, shumë njerëz që kanë menduar në plane të ndryshme pasi u bën zgjedhjet